Jozmarku nuk ndalet, thumbon sërish. Jozi goditi me shpullgjesti në momentin e daljes së tij nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, por duket se ai nuk ka ndërmend të qëndrojë i heshtur. Në daljen e tij të parë publike pas ngjarjes, Jozmarku është shfaqur i buzëqeshur, i rrethuar nga miqt, duke kaluar një mbrëmje të qetë të gëzueshme, si të mos kishte ndodhur asgjë. Një video e postuar në rrjetet sociale tregon Jozin teksa këndon i lumtur, ndërsa qesh dhe argëtohet me shoqërinë e tij. Ajo që ka tërhequr vëmendjen e publikut është pikërisht teksti i këngës, i cili duket si një thumbim apo tallje ndaj gjestit, duke nxitur edhe më shumë reagimet në rrjet. Dil një herë o moj faqe kuqe, këndon Jozi, ndërsa me një herë fillon të qesh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.